Edis Biocare 10 vite më parë? Edis Biocare erdhi në tregun shqiptar nga një periudhë shumë e vështirë ku nëna ime u sëmur rënd. Me një moment shumë të hidhur tjetës tënde, i cili në fakt u bë dhe momenti kur të morën kthes gjithë gjërat për mirë. Mbasi mamaja ime u shërua, gjatë kohës që ajo ishte e sëmur, babai im u stresua shumë sepse ato ishte një jetë të dashuruar, tek ai u zhvillua tumori në kokë. Aty mori një rrjet të re jeta ime dhe historia e suksesit tim, dhe unë e quajta këtë që një engjëll nga qielli më jep dorën të gjithë shkallët. Kush e kërkon të bukurën, mund ta thot me plot gojë që la bellezza salverà il mondo. Unë krijova nga elita e kimisëve në konsult me kimistët më të mirë grek setin Barbie Botox. Në Shqipëri industria e bukurisë ka hasur rritje të shpejta, por konkurenca nuk është e ndershme. Ti e bën në moshën 19 vjeçare, ke qenë shumë e re. Thonë që ardhja në jetë e një fëmie mund të pengojnë ëndrat e tua. Ky është një justifikim. Gratë kanë shumë të rëndësishme ta gjejnë eliksirin e rinisë së përjetshme, po ai nuk ekziston. Gruaja nuk ka mosh nëse e mban shpirtin e saj të gjallë dhe jeton me pasion. Nëse do të vendosi një ligj universal, cili do të ishte ai? Do ishte të trajtojmë të tjerët me të njëjtën dëmshuri dhe dashuri që dëshirojmë për veten tonë. Përshëndetje, Edisa Leçini, jam shumë e kënaqur që sot do të kemi një beauty podcast bashkë dhe jam e bindur që 170.000 ndjekësit e Instagramit tënd do të ndjekin edhe me më shumë interes sot në këtë podcast. Si dhe qindra klient të cilët të vizitojnë në dy pikat e shitjes fizike, njëra në Durrës dhe tjetra në kryeqytet në Tiranë. Në Tiranë. Përshëndetje Alkeda, jam shumë e lumtur që jam rënë teje. Është kënaqësi të ndaj me ju të gjithë rrugtimin tim, suksesin dhe përkrahjen që kam marrë në tregun shqiptar, pasi jeta ime ka qenë mes Greqisë dhe Shqipërisë. Shiko, është fantastike të kesh një vajzë të re, të talentuar, vizionare dhe shumë simpatike siç je ti. Do na tregosh për produktet e tua, për bestsellerat që tregtohen si online ashtu edhe në dyqanet fizike, po mbi gjithasi nisi Edis Biocare 10 vite më parë. Edis Biocare erdhi në tregun shqiptar nga një periudhë shumë e vështirë ku nëna ime u sëmur rënd dhe unë duke kërkuar për produkte cilësore për kujdesin dhe shëndetin e saj, duke bazuar në përbërës natyral, më lindi ideja që të sjell me dashuri dhe me përbërës natyral produkte duke ndihmuar të tjerë, duke hasur që në tregun shqiptar kjo gjë mungonte. Ne në fakt e kemi nisur këtë bisedë bashkë në kafen e parë që shkëmbyem në para intervistën që realizuam në Zyrë, me një moment shumë të hidhur tjetës tënde, i cili në fakt u bë dhe momenti kur të morën kthes gjithë gjërat për mirë. Mbasi mamaja ime u shërua, gjatë kohës që ajo ishte e sëmur, babai im u stresua shumë sepse ato ishte një jetë të dashuruar, punonin bashkë, kishin një dashuri dhe një harmoni që për ne ka qenë një shembull fantastik i familjes, një shembull shumë i bukur. Dhe i mat u sëmur sepse e përjetoi shumë keq dhe tek ai u zhvillua tumori në kokë. Sado ne u përpoqëm me shpresën që do t'ja dilnim, ne humbëm babain mbas 2 vitesh, mbasi nëna u shërua dhe aty ishte momenti më i vështirë i jetës time. I vura qëllime vetes në atë periudhë kohore që të mos arrij të mendoj dhimbjen time, të fokusohem në cilësi, në punë dhe në nevojat e konsumatorit tim. Aty mori një rrjet të re jeta ime dhe historia e suksesit tim, dhe unë e quajta këtë që një engjëll nga qielli më jep dorën të gjithë shkallët. Qasja jote marketingut është vërtet shumë interesante. Emrat janë shumë tërheqës, ngjyra roz, mënyra se si i ke paketuar dhe mbi gjitha mënyra se si ti i prezanton në rrjetet e tua digjitale. Ti je një spokesperson shumë i mirë, njëri që flet vetë për produktin tënd dhe kjo të ndihmon shumë besoj në shitje, apo jo? Po, patjetër. Jem afër klientit. Nëse ti ke një imazh të kuruar dhe del me fytyrën tënde, krijon më shumë besueshmëri te klienti yt dhe këto paketime apo këto formula emërtime janë krijuar me shumë dashuri për gruan shqiptare, sepse unë mendoj që gruaja shqiptare është heroin dhe nuk është vlerësuar siç duhet. Dhe për këtë arsye, unë kam gjetur formula unike që për kujdesin e gruas shqiptare dhe bëj shumë oferta që çdo grua të mundet të kujdeset dhe të vlerësoj me dashuri veten. Cila është mosha kryesore e konsumatorit tënd, target grupi kryesor? Është nga 18 deri në 60 do thoja. Pas ke një fash shumë të gjerë, apo jo? Bravo. Po, dhe gjithashtu formulat janë për të gjithë këtë grup mosh në mënyrë që të mbështesin nevojat e tyre në çdo fazë të jetës. Ti vetë në profesion je dermoestetiste. Dhe unë dua të di tani nga vizioni, ideja që ty të erdhi në këtë moment të vështirë të jetës tënde, sepse puna na shpëton, puna nuk na tradhon asnjëherë në fakt. Si vendose ti që të krijosh këto produkte kozmetike, si e gjete laboratorin, si u lidhe me kimistët e duhur,
si hape pikat fizike, ma tregoj gjithë rrugtimin tënd në pak fjalë. Pikërisht në atë moment ku unë hasa një sfidë shumë të madhe të jetës time, krijova Edis BioCare për t'i dhënë vetes një portë të dal nga kjo gjendje, duke krijuar formula unike dhe rezistente në treg në bazë të nevojave të çdo konsumatori. E pra, kush e kërkon të bukurën, mund ta thot me plot gojë që la bellezza salverà il mondo, po do shpëtoj dhe botën, po do shpëtoj dhe njeriu. Prandaj kur fokusohesh në gjëra të bukura dhe ushqen çdo ditë mendjen me ide të bukura, ke shpëtuar vetëm, po ke shpëtuar edhe shumë të tjerë. Do na i prezantosh pak një nga një tani në këtë stendën e bukur roz? Atëherë, ky është një ndër setet shumë të dashura dhe bestseller të gocave të mia, princeshave të Edis BioCare, sepse quhet Barbie Botox dhe siç thash, gruaja shqiptare është heroin dhe për t'i dhënë ato kënaqësinë e përditshme, unë krijova nga elita e kimistëve në konsult me kimistët më të mirë grek setin Barbie Botox. Jo domosdoshmërisht, të gjitha vajzat duhet të jenë të bukura për të pasur këto formula. Këto formula të bëjnë të ndjehesh bukur, të përkujdesesh për veten me një vetdashuri dhe vetdashuria fillon ke vetë pranimi i vetes dhe unë solla këtë formulë unike e cila përmban 3 proteinat kryesore për të risjell elasticitetin dhe shëndetin tek flokët. Është Barbie Botox, është ai botox flokësh që e bën fibrën të ketë jetë, sepse ne kalojmë në procese të ndryshme, eksperimente të ndryshme, dekolorimi, nxehtësia, femra mund të hasi disbalancimin hormonal, stresin, marrja e antibiotikëve në një kohë të gjatë, e bën flokun të pajetë, e bën si të vdekur, si gjë e thatë dhe floku përmban luspa. Këto luspa shpërbëhen nga mungesa e ushqimit dhe erdhi kjo formulë me 3 proteinat kryesore që ne nëse nuk i kemi në brendësinë tonë, ne mund të aplikojmë në mënyrë të jashtme proteinën e cila është kolageni, keratina, hyaluroniku dhe e bombardojmë fibron dhe mbyllim luspat me ushqim me këto 3 proteina. Dhe ky është qëllimi i Edis BioCare, të ndihmoj vajzat të rifitojnë vetbesimin dhe të ndjehen bukur, sepse bukuria rrjedh nga brenda dhe në Edis BioCare vjen nga natyra. Ai produkti përveç se shumë i bukur dhe tërheq ka aromë shumë të mirë. Po, e provova normalisht. Është me përbërje bimore apo jo? Është totalisht me përbërje bimore. Nuk jam dakord që këto me përbërje bimore nuk kanë aromë të mirë. Se mund t'i shtosh një vaj esencial, natyra e gjitha vjen erë të mirë. Pikërisht, këtë doja të thoja që në natyrën e kemi nga lulet, nga shumë përbërës aktiv, kemi aroma shumë të mira dhe në një Barbie Botox set, i cili është për trajtimin 6 mujor të flokëve, për shëndetin e flokëve, ne mund të vendosim përbërës të tillë që mund të kenë një aromë që nga aplikimi deri në rezultatin përfundimtar ti të ndjesh e veçantë. Shtoj edhe një parfum flokësh, të lutem, se kishe shumë të mirë atë aromën e produktit. Edhe mbas 6 muajsh, mbasi ta aplikoj unë do ta shikosh se do ketë apo jo ndryshim floku im, dhe do më thuash komentet. Ky serum luan rolin e parfumit të flokëve sepse ka një aromë joshëse dhe kur kalojmë lë atë aromën tunduese. Ky është seti i flokëve apo jo i cili ka Barbie Botox me shampo, maskë dhe serum. Kush e di se sa kërkesa do të kesh, sepse një tjetër vajzë që e kam patur në podcast këtu në fushën e produkteve të bukurisë në farmaceutikën bimore, më ka thënë që mbas një muaji e rriti të kthente përgjigje, nuk e di se sa mira mesazheve dhe shitjeve që kishte arritur që të bënte vetëm nga vizibiliteti që i dha ky podcast. Dhe më vjen mirë që kur produktet janë të mira, të provuara dhe të certifikuara nga unë vetë, njerëzit i blejnë dhe besojnë, kështu që do na thuash tani për setin e dytë që ka të bëjë me lëkurën e fytyrës. Me lëkurën. Është për fytyrën. Jam shumë emocionuar për këtë set. Kemi punuar muaj të tërë, natë ditë, në kohën kur do hiqeshin filtrat e rrjeteve sociale. Njerëzit nuk janë të gatshëm të dalin pa filtra nga mungesa e vetbesimit. Jo i gjithë komuniteti ynë është me të tillë vetbesim sa të dali pa filtra, të flasi pa filtra dhe të përjetoj momente gëzimi apo halli, sepse tani nxjerrin dhe hallet nëpër rrjete sociale pa filtra. Ti vendos filtr vet kur del në Instagram? Jo, tashmë. Nuk vendos. Jo, tashmë. Sepse ke Magic Filter. Dhe sollëm këtë filtrin Magic Filter nga Edis BioCare që për 12 ditë e bën fytyrën pa defekte, pa shenja, pa njolla, një botox natyral pa injeksione, i cili përmban niacinamidin, një proteinë të tretshme në ujë, ekstraktet e qershisë së egër, të cilët kanë një veprim antioksidues shumë të fuqishëm dhe Rosality ATM. Pra, ky set është ai që do japi atë ndjesinë e filtrit të rrjeteve sociale dhe s'do kesh nevojë për
filtra. I pari është serumi, i dytë është krem, ë? Si aplikohet? Serumi i pari? Serumi përpara dhe pastaj kremi. Aplikohet në mëngjes dhe në darkë. Ndërkohë kemi ende 2 produkte të tjera që si kemi përshkruar. Janë 2 produktet më bestseller që ndalojnë dhe parandalojnë rënjen, që mund të shkaktohet nga stresi, nga antibiotikët, nga siç e përmendëm dhe më parë, nga shumë faktor luhatjet hormonale, janë për nënat shtatzane, janë për vajzat që mund të kalojnë alopeci, janë dhe për njerëzit që mund të kalojnë nëpër kemioterapi, sepse bëjnë të mundur daljen e flokëve në vendet boshe. Dhe njerëzit hasin gjatë përditshmërisë së tyre, hasin shumë stres dhe një faktor kryesor është dhe ky për rënjen e flokëve. Shiko, kjo alopecia është bërë problematike, ë? Është bërë shumë problematike që në momente të caktuara kur na bie imuniteti, kur jemi shumë të stresuar, më ka ndodhur te mua një herë, vite më përpara. Një pull vetëm edhe e kam trajtuar me minoksidil. Po, të njëjtin përbërës e përmban dhe eleksiri. Unë kisha një vajzë e cila ishte me shumë pak flok, një alopeci shumë vjeçare, ku ishte pulla dhe unë i sugjerova një rutinë për flokët e saj që të ndiqte me dermaroller, me ampulat kolagen dhe ekstrakte bimore që nxjerrin flok në vendet boshe. Janë këto që ke në duar tani, ë? Po, që janë pas larjes, pas shplarje, janë për të dyja gjinit, janë dhe për nënat që janë në pritje të ëmbël ose gjatë gjithënjes, mbas lindjes, dhe i sugjerova dhe eleksirin që është me 11 vajra, minoksidil, biotin, e aminoacide e shumë përbërës të tjerë. Këto efekte anësore nuk kanë, kështu që vetëm përfitim të mirë ka, apo jo? Dhe ne e provuam duke i sugjeruar dhe një pajisje Dermarol që asaj ti depërtoj deri në 6D në bulb dhe në skalp produkti, duke ushqyer bulbin dhe duke nxirrur qarkullimin e gjakut nëpërmjet kësaj pajisje që është titan kirurgjikal pa efekte anësore. Shiko, kam dëgjuar për minoksidilin i cili në momentin që aplikon jep efektin, por në momentin që nuk e aplikon, floku mund të bjerë përsëri. E kuptoj, jo, kjo nuk është e vërtet. Minoksidili ka një fuqi që të nxjerrë flokët dhe nëse ne ushqehemi sakt dhe përkujdesemi, sepse edhe lëkura dhe flokët është si puna e stomakut. Nëse ne nuk konsumojmë ushqim, nuk do kemi energji, nuk do kemi fuqi. Kështu që edhe lëkura dhe flokët kanë nevojë për ushqim, kanë nevojë për energji. Çfarë çmimi kanë këto sete? Për shembull, seti shampos roz, Barbie Botox me të 3 produktet. Të gjithë të setin që është 6 muaj terapi, Barbie Botox, çmim fillestare kam 130 dhe çoj 80 apo 97 në varësi të komunikimit që kam me firmën prodhuese. Pra sa më shumë ti të rrisësh sasinë e prodhimit duke gjeneruar kërkesë të klientët, aq më shumë mund të trajtosh dhe të negociosh me fabrikën, me laboratorin që ta prodhon. Pikërisht dhe të mundem të ofroj vajzave një çmim më të lehtë për tu përballuar dhe për tu aplikuar. Është e ndershme konkurenca në sektorin tënd në këtë industri? Në Shqipëri industria e bukurisë ka hasur rritje të shpejta, por konkurenca nuk është e ndershme. Madje ka sulme, por çelësi i suksesit është që sulme të cilës natyrë? Sulme të ndryshme në rrjetet sociale, sepse shumë njerëz nuk mund ta pranojnë shkëlqimin tënd dhe në një emision tëndin kam dëgjuar dhe më ka ngelur kur të gjithë yjet në qiell kanë pozicionin e tyre, kurse në tokë yjet mundohen të shtyjnë njëri tjetrin. Një ndër filozofitë e mia është që mos të krahasojmë veten me të tjerët, por të punojmë fort. Këtë e kam marrë në një mësim mentorimi me njerëz shumë të aftë në Shqipëri dhe unë do sugjeroja për konkurencën që të admirojnë punën e tjetrit dhe të vënë penelin e tyre krijues për të arritur qëllimet e tyre. Gjithashtu mendoj që cilësia e suksesit është cilësia dhe përkushtimi ndaj klientit tënd për të qëndruar gjatë në treg. Shikoj, disa ti e bërë në moshën 19 vjeçare, ke qenë shumë e re. Si ta ndryshoi ty rrjedhën e jetës, ritmin e jetës, ardhja e vajzës? Ishte një sfidë transformuese në atë moshë, por pasioni dhe dashuria për qëllimet e tua të bëjnë që ti të balancosh rolin e nënës dhe të ndjekësh ëndrat e tua. Tani e ke si shoqe vajzën apo jo? Patjetër, kemi një lidhje shumë të fortë e cila bazohet tek besimi dhe dashuria dhe Kerola është frymëzimi i jetës time dhe është boshti i energjisë time diellore. Është motiv. Dëgjoj, vajza ka gjasa që të merret me vazhdimin e këtij biznesi apo ka interesa dhe pasione të tjera? Vajza duke parë pasionin që
unë kam për të bukurën dhe dashurinë që unë i dhuroj njerëzve, ka marrë besime të tilla që të dhuroj dashuri. Ajo studion menaxhim biznesi dhe marketing, por gjithashtu po studion dhe dermoestetik dhe kjo më bën akoma më të lumtur, sepse shumë vajza mund ta mendojnë që ardhja në jetë e një fëmie mund të ndërpresi tek ëndrat e tua, por unë mendoj se me përkushtim dhe dashuri ti mund të ndjekësh ëndrat e tua dhe ta përfshish në veprimtaritë e tua. Unë mund të bëja në atë kohë 3 punë dhe studioja paralelisht estetik dhe e merrja me vete. Patjetër kisha edhe shumë ndihmë nga familja ime, nuk e diskutoj, por e kisha përfshirë në të gjithë veprimtaritë e mia. Dhe Kerola, duke u rritur me frymën e të bukurës dhe dashurisë, është një fëmijë shumë i zgjuar, shumë i ndjeshëm dhe me këmbë në tokë. Ju keni jetuar në Greqi apo jo? Po, shumë vite. Ti ke shkuar shumë e re aty dhe nuk e di se sa e ke hasur ti racizmin. Një emigrant shqiptar, vajzë e re, që donte t'ja dilte në një shtet të huaj, ti si e ndjer? Jam ndjer shumë krenare që jam shqiptare dhe mendoj se kam marrë shumë dashuri dhe duke parë përkushtimin tim në punë dhe respektin tim në kulturën e tyre, unë kam marrë një përqafim shumë të madh nga grekët dhe jo vetëm, unë mendoj se është çështje energjie, njerëzit e kuptojnë kur ti ke një qasje me sinqeritet. Unë kam pasur një familje greke e cila më ndihmonte, më adhuronte dhe më besonte shumë dhe kur ato hasën një sfidë të vështirë të jetës së tyre, njëri prej prindërve në ditët e fundit të jetës së tij i thoshte bashkëshortes që ku është vajza jonë e vogël? Dhe i thoshte këtu jemi të gjithë. Jo, ku është e disa? Unë mendoj që çdo shqiptar duhet të ndjehet një evropian i denj sot, sepse nëse njeriu e di çfarë do, mund të pozicionohet në çdo cep të botës. Në postimet e Instagramit tënd ti vazhdimisht hedh video ku flitet për vetë dashurinë. Ç'ne? Është pranimi vetes së pari. Respekt, dhe dashuria është forma më e bukur e realitetit, sepse me vetë dashuri dhe me pranimin e vetes ashtu siç jemi, ne mund të përzgjedhim cilësi dhe jo sasi. Duke filluar që nga njerëzit dhe nga gjërat që konsumojmë, produktet që aplikojmë, e tjerë me radhë. Dhe dashuria është forma më reale. Çfarë bën ti për shpirtin, për të kënaqur shpirtin tënd, për të qenë lumtur, për të qenë çlodhur? Se ti dukesh njëri shumë energjik, dukesh shumë njëri që jeton në intensitet, në ritëm. Po, edhe kjo do të konsumon. Po, jetoj me pasion jetën. Dhe për të gjetur balancat e qetësisë së shpirtit, unë praktikoj teknika meditimi, gjë që më bën të fokusohem në vetvete dhe në qëllimet e mia. A ka ndryshuar mënyra se si e percepton ti botën dhe jetën me kalimin e viteve? Patjetër, unë sfidat i përqafoj dhe i la të shkojnë, sepse jeta pas sfida nuk ka shije, si do kuptonim ne lumturinë nëse nuk do kishim vuajtje, por në një vend ku mund të jetë një rrëmuj, tashmë nuk e shoh si shqetësim, e shoh si një krijimtari, si një frymëzim, një vend të rrëmujshëm. Për mendimin tim, çdo gjë lidhet me faktin nga këndi ku ne i shohim gjërat. Si mund ta shikosh një vend të rrëmujshëm si frymëzim? Sepse çdo gjë ka të bëjë me mënyrën e të ndjerit tanë. Nëse ne nuk jemi të qetë dhe nuk kemi paqe me shpirtin, çdo gjë edhe akoma e bukur në harmoni ne do na shqetësoj. Shiko Alketa, unë nëpërmjet rrëmujës kam gjetur dhe frymëzim, kam gjetur detaje, dhe kjo varet nga këndi, nga ku unë e kam parë. Si mund ti ta shikosh një rrëmuj? Unë si e shikoj rrëmujën si nevojë të domosdoshme për t'ikur në një vend të qetë, për shembull. Në momente të caktuara rrëmuja më bën që të jem edhe unë energjike, pjesë e dinamikës së lëvizjes edhe të kaosit, e organizoj gjithmonë kur shoh rrëmuj. Edhe vetë jam një lloj kaosi organizuar, bëj shumë gjëra, por ndonjëherë kjo më ndihmon edhe që të iki rrëmujës dhe të vlerësoj paqen, të vlerësoj qetësinë, të vlerësoj ato gjë në rregull. Është njësoj si ti ke nga New Yorku, që është i rrëmujshëm me trafik, të shkosh në Bali. Të shkoj në Bali fiks. Të shkoj në një gjë kështu spirituale të qetësohem. Pikërisht. Pra, brenda një rrëmuje, njerëz të tjerë shqetësohen, nervozohen, dhe asfiksohen ndonjëherë, thonë apo bë. Asfiksohen, kurse disa të tjerë gjejnë mënyra të bukura për të krijuar, për të gjejnë zgjedhje të ndryshme, mund të largohet, mund ta sistemojë, mund të ketë paqen shpirtërore dhe ti duket akoma dhe ngjyra të rrëmujës aq harmonike dhe aq të bukura, saqë mund ta gjej veten dhe aty. Dhe mund të marrë thjesht një laps dhe një letër dhe të shkruaj gjëra që mund të ndjej në shpirt apo të mendoj në mendje. Si jeton ti në viteve?
Gratë kanë shumë të rëndësishme ta gjejnë eliksirin e rinisë së përjetshme, po ai nuk ekziston. Ai është brenda në shpirt, Ai po ekziston. Ekziston ai? Ai Po ndonjë rrugë më shumë, ndonjë thing më shumë do t'ja pranoj vetes. Është një sfidë. Është është një provë, është një histori. Dhe sot ka evoluar industria e bukurisë dhe atë rrugë mund ta mbushim me mënyra të ndryshme, por ama gruaja nuk ka mosh nëse e mban shpirtin e saj të gjallë dhe jeton me pasion. Nëse në çdo mosh ajo gjen gjëra që të mbushi shpirtin dhe jetën. Unë s'besoj se gruaja ka mosh. Unë jam si Akropoli, s'kam mosh. Je dashuruar ti se një grua është aq vite sa ka dashuruar, thon. Edhe një burr gjithashtu. Unë jam në përditshmërinë time, jam shumë e dashuruar në forma të ndryshme. Unë dashuroj jetën, njerëzit, veten. Dashuria është shumë e bukur dhe nëse ne nuk kemi dashuri, nuk kemi atë energjinë për të krijuar. Sa herë dashurojmë në jetë sipas teje? Njerëzit dashurojnë aq herë sa janë gati të hapin shpirtin e tyre, të hapin zemrën e tyre. Por një herë është dashuria e vërtet që digjesh në ato flak, bësh shkrum në atë hi dhe rilind përsëri me vetdije dhe me forcë. Sa herë ke rilindur ti? Një herë do thoja. Një herë. E diti një gjë të bukur që thuhet në mitologjinë greke? Është një gjë e bukur që e kam lexuar diku e Platonit, i cili thotë që ne kemi qenë një qenie me 2 koka, me 4 duar dhe me 4 këmbë, dhe Zeusi na dërgoi një rufe dhe na dau që të na jepte idenë të plotës, duke na ballavaquar me mungesën, me nevojën për të përqafuar dikë tjetër, për të gjetur atë që quhet shpirti binjak. Dhe kështu njeriu vrapoi gjithë jetën për të gjetur gjysmën tjetër më të mirë, për t'u bërë i plot, për t'u përqafuar, se ishin këta 2 njerëz vërtet me 4 këmbë e 4 duar e 2 koka, por ishin shpinë më shpinë. Dhe ndaj u ndan që të dobësoheshin gjë e parë, se ishin shumë të rrezikshëm ashtu si fuqi. Dhe interpretimi i dytë i mitologjisë greke është që ata të gjenin njëri tjetrin që të bëheshin përsëri një gjë e plot duke përqafuar, kështu siç përqafohen 2 njerëz. Po në fakt plotësimi ynë në realitet vjen nëse gjejmë vërtet gjysmën tjetër më të mirë, apo të plot mund të jemi dhe vetë. Kjo është një metaforë e bukur që njeriu të ketë motiv të kërkoj diçka që ta plotësoj, por unë nuk e besoj këtë metaforë, sepse ne duke gjetur gjysmën tonë ose duke qenë më saktë gjysmë, nëse gjejmë çdo herë gjysmën tonë aq herë sa njeriu dashurohet, i bie të jemi gjysmë gjithë jetën. Unë pretendoj që një partner duhet të jetë i plot. 2 njerëz të plot bëjnë 2 njerëz dhe 2 shpatulla të cilat ne mund të përballojmë çdo sfidë apo çdo gëzim, çdo të mirë, çdo të keqe. Kemi një shpatull aty për ne, por nëse jemi njëri gjysmë, tjetra gjysma tjetër, bëhemi një njeri. Nëse jemi 2 pjesë në plota, ne bëhemi 2 njerëz dhe mendoj se 2 njerëz është më mirë se 2 gjysma. 2 njerëz bëjnë fuqinë e vërtet. Patjetër. Kështu që përqafimin mund ta marrim me 2 qenie të plota. Kështu që mitologjia greke rrëzohet kështu nga ky interpretim dhe jemi më realist. Ka qenë shumë e bukur dhe si metaforë dhe si mit, por si realitet pretendoj një njeri që është i plot. Ky reel se do bëhet hit, ta dish, do marrë shumë saves. Çfarë do t'i thojë Edisa si vajzë fort që je se ta ndjej forcën e brendshme unë ty, që ndodhet në një situatë vështirë, në një sfidë dhe kërkon një rrugë dalje? Të kërkoj ndihmë në njerëzit e duhur, së pari, të besoj në vetvete, sepse është shumë më e fortë se sa ç'mendon. Cila është pika më e ulët e jetës tënde emocionalisht? Ka qenë koha kur duhet të balancoja rolin e nënës me ndjekjet e ëndrave të mia. Por aty unë mësova më shumë se ç'mundi mësoja fëmis tim. Mësova të jem e fortë, mësova të jem e guximshme për të krijuar një të ardhme më të mirë për vajzën time, sepse themi që edhe në ditët e sotme thonë që ardhja në jetë e një fëmie mund të pengojnë ëndrat e tua. Ky është një justifikim. Nuk mund të thuash që më pengon në ëndrat e mia një fëmijë të motivon në ëndrat e tua. Atë fëmijë mund ta marrësh kudo dhe i mëson formën e punës, formën e dashurisë për veten, për njerëzit, për ëndrat, e bën një shpirt luftarak që të qëndrojë i fort me këmbë në tokë në sfidat e jetës së tij. Kështu që ai rol që unë duhet balancoja rolin e nënës dhe për ndjekjen e ëndrave ishte një periudhë e vështirë, por ja ka vlejtur sepse kam marrë shumë mësime dhe unë sot ndjem më krenare dhe më e fortë se kurrë. Çfarë suksesi për ty sot krahasuar me atë që mendoje ti kur u nise 10 vite më parë? Zhvillim personal, është rritje personale, emocionale dhe profesionale
Edis Biocare është rritur natyrisht me ritme shumë të fuqishme në tregun shqiptar dhe jo vetëm, ajo synon të hapet në të gjithë, i plotson më saktë kriteret për të përhapur në të gjithë botën dhe kemi kërkesa nga partnerët tanë që të çojmë Edis Biocare në vendet evropiane dhe rritja për mua është e gjitha ajo dashuri që marr çdo ditë nga konsumatorët e mi dhe ato komentet pozitive kur ato kanë efektet dhe produktet e mia plotsojnë pritshmëritë e tyre. Kjo është rritje. Nëse do të vendosi një ligj universal, cili do të ishte ai? Ai ligj universal që unë do vendosja në botë do ishte të trajtojmë të tjerët me të njëjtën dëmshuri dhe dashuri që dëshirojmë për veten tonë. Shkëlqefshë dhe faleminderit shumë. Faleminderit ty Alketa që jam pjesë e këtij podcasti dinjitos. Faleminderit shumë Edisa, suksese. Faleminderit ty Alketa.